Ambasada e SBA-s në Tiranë ka dalë me një thirrje për qytetarët amerikanë në Shqipëri, lidhur me protestën që do të mbahet nesër para kryeministrisë. Në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare të ambasadës së SBA, thuhet se protestuesit do të mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa mund të zgjerohet edhe në zona të tjera. Ambasada thekson se protesta mund të përshkallëzohet dhe të shkaktojë ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh. Gjithashtu theksohet se është me rëndësi e zonave të protestave, ndërsa janë listuar disa veprime që duhen ndërmarrë në tubime të tilla. Një demonstrat është planifikuar të zhvillohet të shtumën më 28 shkurt 2026 në orën 18. Protestuesit planifikojnë të mblidhen në ndërtesën e kryeministrit, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, midis sheshit Nën Tereza dhe sheshit Skënderbej. Protesta mund të zgjerohet në zonat përreth. Pritet prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të trafikut në orët para dhe gjatë protestave. Policia e shtetit shqiptar ka njoftuar se protestuesit mund të bllokojnë kryqëzimet në pjesë të ndryshme të qendrës së qytetit. Personeli të ambasadës amerikane është këshilluar të shmangë demonstratën. Monitoroni median lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionet më të fundit. Ndërkohë që protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Protesta mund të zgjerohet në blloqet dhe ndërtesat qeveritare aty pranë, duke shkaktuar potencialisht ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh, thuhet në postimin e selisë diplomatike. Opozita ka paralajmëruar protestën e tretë në radhë në 28 shkurtin e të shtunës, ndërsa burime nga Selia Blu kanë bërë me dije se protesta nuk do të ketë foltore si herët të tjera.